Po të hoxha në njohme për veprat e tij të bamirësisë. Veç po dona me ditë për korresës një rast ndoshta më të vështirë pa përshkruar konkretisht, për një rast më të vështirë që hoxha ka pas gjatë historisë karrierës tij në pajtimin e dy të hasmërive. Secila rrethon i ka karakteristikat e veta. Secili rast pikërisht i ka pikërisht tash për zoj rastin masi jemi në vigjilje, ose ma mirë me thonë, ende s'është përfundu e pamja e çlirim Salihut, cilin e lusë Allahun ta rahatoj në xhennet, një xhamatlit tonin, i cilin në ditën e hame ka pas një aksident me fatalitet edhe përfundon jeta e tij. Edhe rast shumë i rëndë, edhe shkoj unë me vizitu. Spari në spital edhe ishte kufum, ma mundësun organet e rendit me pa, shumë rast i rëndë, djali 26 vjeçar, edhe shkoj te familja. Kur shkoj te familja, krejt burrat ishin të bu në bërë, po takuna me babën e tij, cilin pe përshëndes për i mediumit juaj dhe pe lësë Allahun me mëshiru në rahmetin e tij. Tha alo, tha si kum kallzu nanës, e as grus, e as motrave, ato ishin mrena, nuk dinin fare. A ka mundë si hoqë bashkë me i. Kjo ka qenë për murë. Ras shumë e lo. Kjo ka ndodhë të hamën, mas namazet, të këshëm. Kam hy në shpe, bashkë me zotin e shpisë edhe dy familjarë tjerë, edhe ato zonjët të ndërume me ndonin që unë kam ardhë me najtë. Edhe fillova me lezu Kur'an. Kam lezu Elhamin, Tesbidohen, Kullu Vallahin, Kullu Udhu Birabil Felekun edhe Kullu Udhu Birabil Nasin. Edhe kom drejtu nanës lirimit. Allahu thashtë ta ka dhonë çlirimin, por Allahu dhe ta ka marrë para njërë. Subhanallah. Ka qenë për mu shumë. Vallah shumë. Allah mos ta ngarkoft me të tilla përgjithësi e detyra. Edhe të nesërmen baba i tij ka shtrit dorën e pajtimit. Ja ka falë Allahut. E ka falë për Allah. Dhe gjitha ata të cilët kanë falë dhe falin, ata janë herojt edhe heroinat e Kosovës. Sidomos kur ndodhin raste hataile që thot populli, pa paramendim. Duhet i madh i vogël me ndërhy që me qetësu gjakrat edhe me vënu kapakun hermetikisht problemit për hir të Zotit krijuesit gjithësisë. Po këtu ishte pak raste dhe me ndihshëm për shkak se ai shkaktari ishte i besimit katolik, ja bën xhi, ka qellu edhe me këtë veprim ka bën një vepër heroike, Xoja, baba i Rahmetlis. Nuk e ka shpërfill urdhën e Allahut, që mi trajtu të gjithë barabart, por e ka respektu edhe me këtë veprim ju kemi tregu gjithë dashakëqive të kombit tonë, se kërkush nuk mundet komunikimin dhe harmoninë ndërfetare me na cenu. E sidomos ata të cilët mundohen me e tjetërsu edhe të njëjtën kohë me na paraqit para opinionit se gjoja na kështu, që ma dje praktikisht ja u boj me dije se na jemi vëllezër të gjakut, që të jam shumë konċiz dhe preciz dhe përballë dhe vetë aplikantëve të islamit, se disa nga entuziazmi din me keq përdor këtë fjali, por unë jam shumë preciz dhe di çka jam të thonë, e ki parasysh se të gjithë jemi rob të Allahut. Kjo është trajtimi racional që duhet me ia bën njerëzve. Unë edhe ti nuk mundum me uzu jo tjetërin, po as vetë vetën.
ai që na ka udhëzuar neve, edhe të tjerët është Allahu.